Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi i 49 me radhë, i 49 me radhë, që flasim rreth 40 haditheve të Imam Neveviut këtu poshtë. Dhe kemi arritë tek hadithi 19 me radhë, tek hadithi 19 me radhë dhe hadithi që mujna me titullu ruaje Allahun që ajtë të ruaj ty, kështu muna me javë titullin këti hadithi. Dhe hadithi kë vjen prej Abdullah ibn Abbasit, që thot se isha një ditë për ditëve pas pejgamberit a.s. mrapa pejgamberit alayhi as-salatu was-salam. Dhe pejgamberi alayhi salatu më tha, ja gulam, inni uallimuka kalimat. Pejgamberi tha më dritua dhe më tha, o qun, po ti mësoj disa fjalë. Këto disa fjalë të pejgamberit kanë kuptim të madh shumë. Por ai ju drejtu me këtë tha, disa fjalë po ti mësoj. Cilat janë ato? Tha, ihfazillaha yahfazka. Ruaje Allahun që Allahu të ruan ty. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaje Allahun që ta gjesh atë kur ti nevoj, ose ta gjesh kur ta lëpsh Allahun, tjetë Allahu me ty. Idha sa'alta fas'alillah. I tha Ibn Abbasit, tjetra që po ta mësoj, kur të kërkojsh, kërko prej Allahut. Wa idha ista'anta fasta'in billah. E nëse don mi kërku dikujt ndihmë, kërkon ndihmë veç prej Allahut azza wa jall. Wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Edhe dije o qon, dije i tha Ibn Abbasit se nëse krejt njerëzimi ngritën në këmbë për me ta sjell një dobi ty, me ta bën një të mirë, me ta dhënë një të mirë, për të mirë të cilën Allah s'ta ka shënu ty me të ardhë, s'monesh me morë atë mirë, vetëm se çka ka shkruar Zoti. Wa idha ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Edhe nëse kërit njerëzimi qohen në kom, bashkohen për me ta sjell ty një dam, dije i tha se nuk mujnë me të bë dam përveç asaj që Allahu ta ka shenu. Tjetër dam nuk mujnë me të sjell. Përveç asaj që Allahu ta ka shenu. Edhe i tha, rufi'ti al-aqlamu wa juffati as-suhuf. Janë ngritur lapsat dhe janë tha fletat. Janë ngritur lapsat dhe janë tha fletat. Do thotë Allah azza më veç e ka shenu. Kërejt çka do të jetë deri në ditën e gjykimit, Allah veç e ka shenu. Lapsi është mo, ato nuk shkruan lapsi diçka tjetër. Ato në lauh al-mahfuz, në librin e ruajtur mirë tek Allahu azza wa jall. Apo veni se sa fjalë të mëdha ja mësoi pejgamberi alayhi salatu wassalam Ibn Abbasit. Edhe pse Ibn Abbas në këtë zaman ka qenë i vogël. A e vërtet kur i thanë fillim, o qun, por ka qenë i vogël, por fjalë të mëdha i tha dhe ja mësoi. Nga që kjo, edhe nga kjo pjesë e vogël, ne do të kuptojmë, që nuk do të thotë që na i herë mi dhon sinjale fëmijës tand, edhe për sene të mëdha, me drejtu pak edhe për sene të mëdha. Mos me shku nga ajo se hajtë se është i ri, se pejgamberi edhe pse ishte i ri, Ibn Abbasi, por i mësoi sene të mëdha të besimit. Pastaj një rivajet tjetër, ka se Tirmidhiu, ose një rivajet tjetër që ka punë me një lidhje fjalisht pak më ndrysh, Tirmidhiu thot, i tha pejgamberi ihfazillaha tajidhu amamak. Ruaje Allahun, don të thot kurseja Allahun, duje Allahun.
mos i ban gjunah Allahut, kyja obligimet e Allahut, kime gjetë kur ti të ki nevojë, kime gjetë për para. Të thëtë, kime gjetë për para, kur ti të ki nevojë për Allahun, Allahu ka mu të gjindë. Kjo pjesë e hadithit, që mos të presmi na, mos pret njëri prej neve, që vazhdimisht nuk e runë Allahun, do në thëtë, nuk e runë dinin e Zotit, fejnë e Zotit nuk e runë, obligoshmerit që Zotit, obligime që Zotit në ka bon, nuk i runë, ndalesa që në ka ndalu, nuk ndalohet, e pastaj kur ta ka problemi, e që atëheri drejtuhet Zotit, o Zot, një mamë se kam nevoj. Pejgamberi kështu se mësaj, ruje ma herët i Zotin, Allahun, e pastaj ai mu të gjindë, kur ti ki nevoj. Te arraf ila Allahi fi rrakhaja, arifke fi shidde, kjo pjesa tjetër e hadithit, ose versioni tjetër. E ko fjallën pak më ndrysh. Ruja Allahun kur ti je në rahati, që Allahu të njeh dhe të runë, kur ti je në vështërsi. Ruja Allahun kur je në rahati, Allahu të njeh dhe të runë, kur ti je në vështërsi. Wa alam annama akhta'aka lam yakun li yusibak. Edhe bërë një bindje, se çka të ka godit, s'ka mujt mës me të godit. Çka e ke marr, ose çka të ka orë në dorë, s'ka mujt me të ikë prej dorës. Wa ma asabaka lam yakun li ukhti'aka. Edhe do më çka të ka godit, gjithçysh ose çka e ke marrë në dorë, s'ka mujt me të ikë, edhe çka të ka ikë prej dorës, s'ke mujt me nxon ato. Wa alam anna an-nasra ma as-sabr. Edhe dije se fitonja vjen me durim. Wa anna al-farj ma al-karb. Edhe dije se shpëtimi vjen pas një mundimi, ka mundësi me ti me shpëtua krejt, por pas një mundimi të vjen. Wa anna ma'al usri yusra. Edhe me vështërsinë vjen lesimi, ose pas vështërsisë vjen lesimi. A e vrej se sa fjallë, i tha pak fjallë për ti mësaj, i tha Ibn Abbasit, por me thonë drejtën, çdo fjali prej këtij hadithi don temat veçanta. Çdo fjali prej këtij hadithi është rregull që neve na vjen për jetën tonë. Konkluza që fëmijët do t'i mësojmë përmarrë mirë, që mësoi pejgamberi Ibn Abbasin. Pastaj i mësoi senet besimit, edhe pse ishte i ri, senet besimit i mësoi. Ja mësoi senet gjërat e kaderit, caktimit Zotit se që shkojnë dhe tek shkojnë. Pastaj që mos mu mërzit nëse njoni, shkurtim për ben kështu veç është, kuptim. Nëse njoni s'ka mujt me konë milioner, mos mu mërzit, mos me ronë kanëp, se s'ta ka shenu Allahu për me konë milioner. Nëse njoni s'është bon hoqë, mos dhe në tashë me mytë vetën, se s'u bona hoqë, se Allah s'ta ka shenu. Por tashti, nëse njoni tashti bëhet milioner, let ja din lafdin, falenderim, let i ban Allah, se Allahu ja ka shenu për me koni t'il. Nëse njoni është bëhoj, let ja din falenderim, Zotit let i ban, se Allahu ati që shto ja ka shkru. Mës më mërzit, nëse s'ke mujt me kjo një pun, s'ke mujt, i ke marrë shkaqet, se bejpet, s'ke mujt, mës më mërzit. Se s'ka mujt me të godi, s'ke mujt me kryat punë, dhe që kërëm ne ke pas për e Allahut, azze vë gjenë, mos me kry edhe kështë më radhë. A e vreni, pak fjallë për janë të rëndësishme, nëse veç që të sene që kanë lidhën, pjesë të dërmu se tyre po lidhët me kaderin, nëse i rendit njëtën e në tonde, shumë punët çështjet kemi pas më mirë, për shkak se shumë njëri, nështë edhe në ditët e sëtme, edhe në depresion bjenë, pse one s'po muj mu bon. E harën që këtë pjesë të hadithi që pejgamberi jam mësoj thmijut, jam mësoj qunit, Ibn Abbasit, që a i thmi ishte në atë ku. Pse one s'po muj mu bon qështu, e pse mu më goditi që kësen, e mirë për mu ku që ka më goditi, e që ka më gjetë, veç që tu mi mojt men për këti pak hadithit, jeta kishte me qenë më mirë. Mi po kjo hadith normal, kjo dënë fjallë zbërthim. Por na vish pak fjallë për i flasmi për transmitusin e hadithit se me duket këtu s'kena full. E ajo është Ibn Abbasi, Abdullah ibn Abbasi. Abdullah ibn Abbasi kë është djali i migjës pejgamberit a.s. Kjo është djali i migjës pejgamberit a.s.
Ky Abdullah ibn Abbasi, është, i thojnë, për një 4 Abdullahave, që më të njoftur, që nifin, përmenet Abdullahit në Medinja, prej 4 është edhe ky. Prej më të diturve, nuk është më i dituri, po prej më të diturve të shokëve të pejgamberit është edhe ky. Edhe pse ka qenë i vogël në kohën e pejgamberit. Po apet është prej më të diturve. E ka posur nufkën el-Hibr, djetari madh, por e ka posur edhe një nufkë el-Bahr, deti, për shkak dijes së madhe që ka posur Ibn Abbasi, është quajtur deti, domethënë deti dijes, edhe hoxha i hoxhve. Ka qenë Allahu Azza wa Jall, i thonë, ka qenë faqihu i këtij umeti. Ai që ka njoft dinin më së shumti dhe ka njoft edhe tefsirin, zbërthimin e Kuranit, prej më së shumti që ka njoft është Ibn Abbasi, që po na sjellni me këtë hadith. Kur ka lind para hijretit, një numër i madh i dietarëve kanë thonë se para hijretit ndodhi një ishtinën në rrethekim. Pejgamberin dhe shokët e pejgamberit që kanë në Islam se ishin në Mekë i rrethekun, as nuk i shitshin, as nuk bleshin, s'kishin gurgjo, as luftë hales kishin, vetëm se s'kishin lidhje me ta kurgjo. E ata ju rastisken histori që me ngron, thënë histori se si kanë shit, ka të këpare ta kanë pos. Me shku me ble, po si kanë shit. Sa që kanë hangër dhe dushk, kanë hangër, krane dhe shka, veç me të gjallë. Naj cëp lëkurët të, naj ngordësire dhe shka, veç me të gjallë. E mund që këtë kohë, ka lind Abdullah ibn Abbasi, pra 3 vjetë para hijretit. 3 vjetë para hijretit pejgamber, shpënguljes pejgamberit për i Mekës në Medine, 3 vjetë para se më shpëngu të në ka lind ibn Abbasi, disa kanë thonë 5 vite. Po nashta më e afërta, mund tjetë 3 vjetë. Ndërsa kur e pyetën të rekan, bjen një transmetim Imam Bukhariu, prej Sa'id ibn Jubairit, që thot, e pyetëm ibn Abbasin. O ibn Abbas, Sa'id ibn Jubair është tabi'in në zanës ibn Abbas. I thamë, kur vdesh pejgamberi, soja ka një madh ti? A i tha, radiallahu anhu, kur ka vdek pejgamberi, thët, ana yawma idhin makhtunun. Unë qatë kohë kur ka vdek pejgamberi, kam qenë i bërë sunet. Qikaq? Kam qenë i bërë sunet. Sa'id ibn Jubair, i transmetuesi i hadithit, thët se në atë kohë, sunet i kënë bon veç kur jenë hinë moshët madhore. Nga që kia, muna më kuptu se Ibn Abbasi ka posur, kur ka vdek tash pejgamberi, i ka posur një 13 vite. Vdesh pejgamberi këtë 13 vite. Edhe disa thanë 15 vite. Pejgamberi a.s. e shike Ibn Abbasin, i shërben të pejgamberit, edhe një dit për ditëve e bëri një doa. Dhe doja pejgamberit, nëse dikujt i pranohet doja, është doja pejgamberit a.s. E pejgamberi alayhi salatu se me bëri një doa për Ibn Abbasin, që ajo doa e ndroi historinë e tij krejt. Ajo ishte, sikur që transmeton Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmed e tjerë, tha pejgamberi për tonë, Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu ta'wil. O Zot, që ti qunit Ibn Abbasit, mësoja fejen, edhe mësoja kuptimin, ta'wil është edhe kuptimin e gjërave të fesë. Ta'wilin, zbërtimin e ajeteve, është fjallë e gjonë. Pra pejgamberi mësoja fejen, fiqhun, të kuptuarit e fesë, dhe zbërtimin e gjërave të fesë, mësoja Ibn Abbasit. Edhe kështu ndodhi. Ibn Abbasi po prej më të diturve. Jo veç kaq, e sjell Imam Bukhariu dhe një fjalë tjetër të pejgamberit që është lut për ta, që është lut me pas urtësi. Ibn Abbasi ka pas dije, kuptim të gjërave dhe urtësi. E urtësia është shumë e rëndësishme, sidomos urtësia për njerëzin përgjithësi është e rëndësishme, e ka vlerësuar Allahu, vetëm se edhe pejgamberi, vetëm se kur t'je therrës në rrugën e Zotit, urtësia të duhet shumë pastaj. Ma shumë se tjerëve, nështë ai duhet. Se urtësia është njeri me pas hikme urtësi, ju me koni urti kështë.
edhe më tahin e flakaresh dhe vish me ngu që s'është kjo urësia. Po urësia është hikme me vu sendin e vetë në vendin e vetë, në sasinë e duhur, në kohën e duhur. Kjo është urësi. E pejgamberi a.s. mu për këtë sahabi është lutë, ka thonë Allahume allimhu l-hikme, o Zot, mësëja urtësin, hikmetin Ibn Abbasit, edhe i tillu bon Ibn Abbasit. Kur vdeq Ibn Abbasi, Sovjet i patën, Sovjet, disa thanë se Ibn Abbasi ka posur 71 vetë kur ka vdekë. Disa thanë i ka posur 72, disa thanë i ka posur 74 vite. Të prejnë nuk, se s'kenë qenë bashkë që senet me të shkrume, vetëm se në 71, 72 apo 74 vite, ka që i kishtë Ibn Abbasi kur ai vdeq, radiallahu ta'ala anhu. Por një sana do të adin të Ibn Abbasi kë transmetuesi këtij hadithit. Ose pejgamberi është lutë për tonë, o Zot, mësëja fejen, banet e ditur, mësëja urtësin, por nuk najke Ibn Abbasi duhet kryq. Kryq, a i teme kështë. Duhet lidhur, ama mirë. Nuk najke Ibn Abbasi duhet lidhur, pëse hajtë se është lutë pejgamberi për mua, dhe unë ka mu bon si ka mu boj ditur. Jo kështë. Ibn Abbasi kështu kaderin se kuptaj. Se kjo lidhët me kader, se pejgamberi që shfëmija mësaj kaderin. Për këta nuk e tha, që Allah shama ka shu, tash ka me morë. Jo. Levizte Ibn Abbasi, sa që të regën vetë aj, thot, kur desh pejgamberi a.s. tash unë isha i vogël. Aj nuk i të regën në vitet, por unë për morë me ato që ishe në zerën 13 vite. Unë isha i vogël. Edhe i thash njoni për jensarëve, o shët, ishë mi sa se barabas në mush. Hajde bejanismi të bujnë adije. Hajde shkuna të filan sahabi, ose të bujnë adije, se ishin sahabit e mdhaj gjallë. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, Talha, Zubejri, ata të mdhajt, kejt. Tha, a di që shma këthej aji Ansariju? Tha, edhe po që ditë në ta me ty, o Abdullah, Abdullah në Abbasit. O Abdullah, ta po që ditë në me ty. Pse? Po qysh po ta më rëmenja ty me full, me tordë rani ty me full, me dhonë ndije, kur gjallë, janë ata burra të mëdhaj sahabëve që s'ju kanë shkuar kur pejgamberit. Sa herë kime gjithë në hadithe, dul pejgamberi, dul Ebu Bekri dhe Omeri me ta. Ishte pejgamberi, ishte Ebu Bekri dhe Omeri. U këthy pejgamberi, u këthy Ebu Bekri dhe Omeri. Osman e Alija, këta kek. Tha që të mërmenja tha ti me tolë koha, ti me dha ders, a gjithë këta zhallar të mëdhaj. Ta në një zotit një muftit të gaj rrugësone, ka pesë mbështet kënë ato që ka bo do pejgamberi a.s. Por janë nisi të lyp, edhe si nike, haji. Si nike që një sahabia ka thonë një hadith. Tash, ata sahabit më taj, kur dësh pejgamberi kështë 13 vite. Tash i bike që atyre kënë dëgju ma shumë për pejgamberi. Si nike që një filan sahabiu e ka thonë një hadith i shkeket e dera. Edhe kur shkeket e dera, si aprishke randin hoqës e ti. Haj, sikur të ishte kjo. Dhe mos si aprishke randin hoqës e ti, po shkëta unë shkëshat e dera, edhe u shtrisha, që ato mësë mi aprish qefin, në derë, edhe për mu i dhumën me hoqën, pëse hoqës ma këthej, ose pëse hoqës ma qeli derë, mu i dhumën, ja. Prit këtë e dera, tha e qitësha mantilën e ti, e shtrisha, tha unë bike, tha të një farë frime, e zallë shumë, tha kur fryke një frimë, tha unë bike zallë i ftyrës mu. Se kisha derë, se jam shumë mor dije. Tha kur dilke aja, dilke për nëjë punë vete, aja sahabi ju i madhë. Tha që ka bëngë të? Ollaj kam dëgju që ti një hadith e ke thonë qyshtu. A është i vërtet? A vërtet e ke thonë ti? Po tha e këmë thonë, veç erdha me ndëgju me saksu, na i tëna me shkurtu zinxhirin. Ja morë me saksu. Po pse marë tha vishë këtë? Po ti je djali miqës pejgamberit. Na jemi të obliguar për familjen e pejgamberit mos jeni mirë. Ti veç më thonë, mu më që fjallë, hajde se po të thire, kalë zama një hadithën kësha orë. Jo, tha, na kështu se kësi mi mësu, tha, për me i trajtu kështu djetarët, tha, po une erdha ma parsure, unë është me artë të ti, se ti me artë të unë. Nga që ke pjesë e fundit, kuptua se dijes i shkohet, e mos prit dija gjithher me të ardë, dhe këtë njore ka si dhe ma Mahmedi, Derimi, Hakimi, dhe të tjerë dhe është e vërtet në zinxhir. Por nga që kja kuptotëm se Ibn Abbasi, kemi edhe shka për të folur për to inshallah herën tjetër, nuk unis nga ajo se pejgamberi u lut për to, mo të ashti ajo veç për dije me orë wahi.
kështu ju. Por pejgamberi u lut, ai bajke hizmetin që së dijes. Prandaj ai çuni që përmendu më herët, i çka i tha? Ty tha pa do më kërku dije, tha s'po të qenë vetë, që me kërku dije kur këta sahabit të mdhaj. Shkurtaj pikëthemesh pak më ropa. Kur tha, erkuha, tha, unë merr çato dije, merr çato, kur tha, ja nëse njerëzit mu të bu rrethit, edhe mu pyet, o Ibn Abbas, çysh bëj kjo mesele? Tha një ditë për ditëve, çaj Ansariu, nëse se haru, çka thash më herët. Çaj Ansariu që më tha që po çuditna me ty ku do më dhon ders kur këta sahabit të mdhaj, kur un po tha mu tha, vallahi ti tha, je më i mençur se on. Sikur dënte me thonë, s'kisha pos men une, qysh nuk të ngjita edhe ty qatë herë, e me ngojt mas djetarve, edhe mas hoxhallarëve të mëdhaj, e ta është i mu bos sikur ti. Po one qështë do jaja ty s'ta merë kërkush, edhe one meta që ta është njerëzit po të pyesin ty. Kema edhe se gjëra për të thonë për Ibn Abbasin, e pastaj për mu kyç në hadithin në 19 disa zbërthime të vogla bile, se ky hadith aq shumë don zbërthime, nashta më na mot disa takime këto, e lusmi Allahun të na fortë mëshirën, e lusmi Allahun azza wa jalla me pejgamberin xhenetën e takon, walhamdulillahi rabbil alamin.